Kristi i thoshte, me tresha jote do të me trash ka bejsbolin në fund. Kristi i thoshte mos më gjujti mua në mbrez. Edhe unë prandaj më ka ofenduar shumë, sepse realisht me shumë situata që kemi pasur në shtëpi që njerëzit vinin dhe thoshën më ka thënë kështu për ty, më ka thënë kështu për ty. Unë prapë i kam dhënë hapësirën për të reflektuar, për mos me e zhvillu këtë, jo se unë kisha nevojë patjetër të jam më mirë, se tregova 70 ditë tjera që mund të dalë dhe kundra. Por ama në këtë garën e egër, që ne fillum luftën, deshëm apo s'deshëm ne shumë herët, kupton, paktën kishe një njeri që ti të uli e ndarkë dhe diskutoje, dhe me të vërtet që asaj me ka qenë gjithmonë pa hile. Edhe kur kam shkuar i kam thënë dëgjoj, mos e bëj për Baby Xhin, që ai thotë ke qenë xhelozë për Baby Xhin, i kam thënë mos e bëj këtë rolin me Baby Xhin, sepse prandaj ti del prandaj thot Monika që ty ot bështet Monika asi që ti je manipulos, sepse duket sikur ti ke të nevojshme ta gënjesh atë për ta pas krah tëndin. Dhe fillum duke dalë nga shtëpia vetëm njerëz që rrinin me mirin. Dhe zë javë trajtoj, e nxorë edhe këtë, e shef, doli dhe kjo, iku dhe kjo, bëri dhe kjo. Dhe gabimi fatal i mirë në lojë ka qenë tek imuniteti që më dha mua dhe nuk i dha Lores. Dhe ka qenë e kërkesë nga goja ime, mirë mund ta gënjej nga 20 darkë para imunitetit. I kam thënë dhe në nominime dhe mos më mbro, sepse nominimi në kokën time as kohë mua më tregon se çfarë jam. Pra, ka lujt me zemër. Dhe kështu bëri mirë mua më dha imunitet. Lore normalisht u bë bisedë që çai bëri Lores më të tash, edhe unë mendoj që ka dash ta keq interpretoj. Sepse në moment që njëri ta akuzon, vazhdo të më akuzon mua. Unë deklarova te shikimi syve që të bate si Don Capo, si Pleja. Sepse vjen nga një botë që është center of attention with the girls. Qendër vëmendjes me gocat. Okej, e kuptoj çfarë thua. Pleja. Look at me, a kupton shif mu. Bëje ku e ke, domethënë mos e bëj, domethënë selektoj njerëzit, mua të meninat. Kishte gocën më të sjellshme, më të bukur, që do të përmenda thojza një krevat bashkë, që do e ndashin. Edhe unë ditë mirë. Dhe unë mendoj kjo është dobësia vetë, sepse ky bën shumë gjëra pa dashje. Harron gjuhën e trupit. Seriozitetin. Seriozitetin. Sa për ke hyn lojë, ma i fijat e seriozitetin. Kupton? Një burrit martum. Ka bë se tani më kujto. Ku kam përfituar nga miri. Dhe çfarë ndodhi, gjatë prajmeve që në trajtoi historia jonë, që në prajmin e parë që Mali i bën këtë pyetje,